Në botën ku ligji është I fortë, por miku është më I fortë se ligji. Ekziston një njeri që s'njeh barazin, një njeri që s'njeh meritokracin, ai nje vetëm telefonatën. Kjo është historia e kumbarit shqiptar që ju do ta ndiqni sot në orën 18:23 në këtë 1 dhjetor 2025. Ndiqeni. Don miku, si e? Më lejo të ta pos dorën. Por më shumë merr me detajet, se kam vu krem duar sot. Kam ardhur për një nder, Don miku. Si fillim më thuaj, shpenzon kohë me familjen. Shumë pak, s'kam kohë të merrem me familjen time. Pse? Se merrem gjithë ditën me familjet e të tjerëve. Po këtu kusht ka sjell? Vetë, Ma mirë vetëm apo tek punë? tek pull. Mos mbo filma mu, ku e ke mikun? Si vijet vetëm këtu? Tani, unë njoh njërin që njeh njërin, po I binte shumë larg ashtu. Ke ardhur të kërkosh ndihmë, edhe me duar bosh. Të paktën ca kokra vez, në një qik gjiz, raki, po ti asgjë. Vini më nxirr për jashtë këtë të lutem. Kumbar, po s'pata kohë, ti e di si është jeta. Kjo është jeta plago. Kështu është kur s'ke pare. Kanë shku çmimet kacafiu, nuk ble do të gjë fare. Po bëhet më e lehtë kur ke mikun e dur. Hajde thuaje, çfarë halle ke? Po, dua një vend pune, diçka të vogël, modeste, na I shef, na I këshilltar. Kaq pak? Po, Nuk e di ku kam lënë macën. Vito, ku është macja? Në kohën time njerëzit kërkonin bukë, e fa mangiare. Ti kërkon zyrë me kondicioner, ma ke di që juli. po kam bërë trajnime, kam ca gjëra, kam kontribuar, e kuptoti se ku du me dalë. Jo, nuk e kuptoj, ma thuaj. Ato mesazhet eja se po ndërton njëri një avlli pa leje? Ha, Unë. vazhdo, kontinuare. Po sigur, ato mesazhet e tjera në 3 të natës që të vinin? Po, Unë. shi dreqi. Po ato mesazhe që po ndërton njëri një kotec pulash? Po, Unë. prap ti, Po, ti merri mu me privat. po, në mëngjes herët unë të kam marrë në telefon. Ti mi bie në mëngjes, më më ke fut në sherr me gruan. La nona. Don miku, po për ty që ti merje vesh të gjitha. Dhe s'të kanë sistemu në asë një vend akoma. Akoma. Po mirë, më thuaj, ku do me fillu punë? Ku dush, vetëm t'jem në rahat. Gjithë rehat doni t'jeni ju. Sigur jam para e zonë, e vini për pushime. Po, mos me u lodh, Don miku, me marat rogë, me ikë shtëpi. Ore ti po kërkon puna apo strejm social në Dubai. Nuk po të marrë vesh, në ndi kapisko juli. Okej, do ta bëjmë kështu. Unë di edhe kush ju sulmon në për komente, kush shkruan dhe artikuj kundra jush, po këtë ta tregoj më vonë. Më bërë një oferë që nuk mund të refuzoj. Shko ku të dua, shtrokit, edhe për mëndi emrin tim. Don Vito, Si, ka që thjesht? nëse ju kërkoni parajsen, duhet ta kuptoni që lidhja me parajsen jam unë. Por tani ti zgjidhim mirë këto puna, hajde ulu pak. Po. Se njeri ju duhet ta di për çfarë hyn në familje. Ha, mos Mi më thuaj, kapisku. mos më thuaj që do më gjesh dhe nuse. Do edhe në një 2+1, në rrugën e Qoflargut, te parcela 23, venditruhe, jo 23. Don miku, po me qenë se the familje, prandaj thash. Ore, e di pse ke ardhur këtu apo jo? Për punë. Jo. Erdhe këtu se s'punson kush pa mik. Po, e drejt, më thonë shpesh që jam pa fat. Pa fat, ishim në jetë 2 udhëtar. Por tashmë, ti e ke gjetur rrydhin polar, ke gjetur mikun e shpresës. Unë e ti jemi takuar, punën time për ta shpëtuar. Një këshill, mos këndo më o bejt e gji. S'ke qenë pa fat, ke qenë pa mua. T'jam mirë njohës, Don miku. Më lejo të ta pos dorën, prap. Ore ti ke ardhur këtu për hall apo ke qef me bë meme? 1-2 puth. Çam ke mua ti që më puth. Vlla, Hajde tani më puth.
Po pse e bone? Për që? Edhe s'kish se si të ndodhte ndryshe. Të ndodhte ndryshe, s'kish se si. U desh të zhdugej meritokracia që te kjo botë të vjeti. Lëre poezin, lëre artin se ngel pa buk. Tani gjo, në këtë vënd njerëzit ndahen në dy lloje. Ata me merit dhe ata me mua. Dhe ata me mua i ngjisin shkallët më shpejt që ascensori. Për zotin duket sikur po fluturoj tani. Shumë mirë, po në këto raste preshin lëre a kaza. Tani, e rëndësishme është që derat hapet, sepse hapun. Po ku mendon ti se bëj më shumë punë? Ti nuk bën punë, ti bën prezencë. Oh. Ri bukun karrike, edhe me qetësi, me dashuri. Mos harro, unë i bie më të fortit, edhe e këpus në mes. Ose nëse nuk e këpus e fus në burg. Pa me rak se unë jam kështu tipi qetë, si bëj keq as mizës. O normal, se mizës ka telefon që ti qosh ti mesazhe spionimi Juli. E shejtan. Kujto se ma edhe mua, Po kam vetëm një pyetje, Don Miku. Si tu flas atyre, si ti fitoj respektin që mos më nxjerrin, edhe mos të nxjerrë dhe ty keq në fund. Thjesht thuaj, unë jam i kumbarit, se të vijnë vet ata, edhe mos harro, mos fol shumë, mos puno shumë, mos u duk shumë. Po tjerë? Ata e di unë. Mirë matë. Juli. Po tani që të bëj? Tani, e shefa derën aty. Po? Dil para se të kap për zhelesh e nxjerr për jashtë, ama vaj!